Aksioni i policisë në Gjakov për lirimin e trotuareve nga veturat ka filluar të jap frytet e para. Në qytet tashmë shihen rrugë ku trotuaret janë të lira dhe qytetarët pas një kohe të gjatë kanë mundësi të ecin lirshëm aty ku e kanë vendin. Njëra ndër rrugët që më parë kishte trotuaret e zëna, rruga Ylmërina, tani shihet se i ka trotuaret e lira dhe makinat nuk i bllokojnë më ato. Po ashtu edhe në rrugë të tjera të qytetit, trotuaret janë dukshëm më të lira. Rustem Bajraktari thot se çdo ide që ndihmon lirimin e trotuareve është e mirë, por sipas tij duhet të gjendet edhe një zgjidhje për parkimin e veturave. Nëse shikojmë rrethonat, atëherë vërtet kjo ide është vështirë e realizueshme. Është shumë vështirë të realizohet. Për arsye se nuk kanë ku me i lënë veturat. E vetura janë bo shumë kush. Kom nuk u ka ecë tash. E përbes tepër e zorshme është që të realizohet kjo ide pozitive, por nuk realizohet. Ndërkaq sipas policisë në Gjakov, vetëm gjatë një jave janë gjobitur rreth 1700 persona që kanë parkuar veturat në trotuare.